flas për mbi video, mund t'i veshësh vetëm të dyja bashkë. Hello, përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Ja ku jemi përsëri së bashku. Mbas një kohe kaq të gjatë, sepse kam qenë shumë e zënë në punë e gjëra të tjera dhe që dua t'rregoj më vonë, dhe më në fund sot e gjeta kohën që të xhiroj pak për ju. Kjo javë ishte një javë shumë e ngarkuar, duke filluar nga fundjava që kaloi. Unë kam pasur turnet e natës 2. Ishin 3 të planifikuar, por bëra vetëm 2 sepse ishte shumë për mua dhe nuk i përballova dot të 3. Ditën e tretë isha smur, më bën grykët, sepse nga isha gjithë natën zgjuar, është më se normale, trupi nuk është mësuar dhe ishte diçka e re për mua. Këto turnet e natës unë nuk i bëj me dëshirë, por në shkollën që unë jam na duhen të kemi 10 ditë turne nate dhe për këtë arsye jemi të detyruar t'i bëjmë. Kështu që të hënën nuk vajta sepse nuk ndihesha mirë, pastaj të martë, të mërkurë dhe të enjte, që është sot që po xhiroj videon, e kisha pushim i thënçin, sepse kur ke pushim gjithmonë merresh me gjëra të tjera, jo vetë einkaufen, domethënë për markete, jo mbyll punët që ke, takimet, e më the të thash, të gjitha këto gjërat që ne i lëm gjithmonë kur kemi pushim. Koha na ka bërë vetëm shi dhe kjo të demoralizon pak sepse nuk ka hapur asnjë ditë, asnjë orë, domethënë ka rënë aq shumë shi sa nuk ke çfarë të bësh. Kështu që thash, okay, sot më në fund do gjej pak kohën që të xhiroj një vlog për. Tani ka ardhur momenti që të ndajmë dhe lajmin e rëndësishëm. Në videon e kaluar që kam postuar në YouTube, më kanë ardhur shumë pyetje. Sepse në fund të videos kam thënë që në vlogun e radhës do të jap një lajm të rëndësishëm për ju dhe ja ku erdhi momenti. Sot do të ndaj me ju këtë lajmin shumë pritur, sepse më kam pyetur shumë goca në mesazh në privat dhe ju kam thënë që do e lë që të jetë njësoj për të gjithë, që mos do them ca para ca mbrapa, do a shpjegoj të gjitha në videon e radhës. Po, dhe lajmi është Tata! Kam filluar palestrën, ky ishte lajmi. Prej shumë kohësh e doja një gjë të tillë, doja që të filloja palestrën, sporti më ka pëlqyer gjithmonë, por koha nuk më premtonte. Shkolla, kursi i gjuhës, puna, domethënë kanë qenë shumë arsye që më kanë ndaluar dhe nuk kam gjetur asnjëherë kohën e duhur që ta filloja një sport dhe ta vazhdoja. Sepse ky është qëllimi, ta fillosh dhe ta vazhdosh deri në fund. Dhe mbas pushimeve mendova, thash ti gjithmonë do kesh punë, ti gjithmonë do jesh në shkollë derisa të mbaroj edhe një vit, dhe kështu që filloje, provoje një herë, sepse nëse e lë sot, nesër, pas nesër, asnjëherë s'ke për ta filluar, sepse gjithmonë do gjej arsye, do them që jo, nuk ja dal dot sepse nuk më premton koha. Dhe okay, thash do ta filloj në shtator. Bëra regjistrimin online. Bëm 2 javë prove, sepse tek palestra që jemi ndodhet në Bibriq, rreth 15 minuta nga shtëpia, nga vendi ku jetoj unë, dhe është shumë e arritshme me makinë, po ashtu edhe me autobus. Dhe në këto 2 javë që bëm regjistrimin, kemi marrë produktet përkatëse që do ua tregoj pak më vonë, sepse kam xhiruar një ditë që po bëhesha gati për palestrën, ju tregova dhe produktet që kemi dhe do t'i shihni më vonë, sepse nuk dua t'i them 2 herë që t'i përsëris. Ishte një gjë e re për mua, sepse kam bërë sport më përpara, kam qenë në volejboll nga klasa e 7 deri në vitin e 3 të gjimnazit, por ishte thjesht sport tjetër. Por për palestra ishte hera e parë që shkoja, ishte një gjë e re për mua dhe më duhej pak kohë, me thënë të drejtën, sa të njihesha me pajisjet që ishin atje, me ambientin dhe të gjitha rregullat. Por më pëlqen, është një vend që frekontohet jo nga shumë njerëz, sepse më pëlqen qetësia dhe jo zhurma në palestër, dhe që të ketë pak njerëz, dhe është po ashtu sepse kur ka shumë njerëz, ti duhet të presësh gjithmonë në radhë për të përdorur dhe ti një pajisje që e ke shef apo të duhet ta përdorësh, dhe kjo është pak të vesh në palestër dhe ta harxosh kohën kot.
Por të kjo palestra është super, ka shumë pajisje dhe tim, do me thënë mitarbajterit, njerëzit që punojnë atje, sepse po më vinë gjermanisht fjalët, janë shumë të sjellshëm dhe kjo të jep një plus pozitiv dhe palestrës që unë shkoj, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe kaq ishte, do me thënë, ky ishte lajmi i ri. Dhe për palestra normalisht na duheshin rrobat e reja dhe sigurisht kam porositur 2 sete për sport nga Shein dhe do ju a tregoj tani. Ky është seti i parë, është një set i zi. Okej, sepse ndërkohë që flas dhe bëj shpaketimin, tek video e parë kam vënë re që nuk dëgjohesha shumë mirë nga zhurma e qesesh. Është ky seti i zi në masën X, kjo është pjesa lart, është pjesa e bluzës me zinxhir, është një material shumë i lehtë, sintetik dhe vjen fiks sipas trupit dhe është fiks për palestrën. Gjë që më pëlqen më shumë është ky detaj këtu, po ju a tregoj më mirë veshur, po vesh vetëm një krah që t'ua tregoj se si rri. Është kjo pjesa që vendoset dora, është kjo pjesa kështu, dhe më pëlqen shumë sepse është shumë praktike. Dhe është një material i mirë, light dhe thahet shumë shpejt, kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sepse gjithmonë pas palestrës duhet i lajm rrobat dhe të thahen sa më shpejt për ditën tjetër. Kjo është e pjesa lart. Pastaj pjesa po ashtu tjetër lart është kjo crop topi, kjo kanatierja e shkurtër, që mund t'i veshësh vetëm të dyja bashk, dhe kur është shumë vap, mund ta heqësh pjesën lart dhe mund të rrish vetëm me këtë kanatierën. I njëjti material dhe masa më rri fiks, X. Dhe këto janë stretchet, këtu janë me elastik, mund dhe të hapen dhe mund t'i bëjnë dhe një masë tjetër. Dhe kur i vesh të rrinë ngjitur, siç duhet. Stretchet të zakonshme, besoj njihni të gjithë. Dhe po ashtu njëjti material. Ky ishte seti i parë me 3 pjesë. Do mundohem të gjej kodin dhe t'ua lë poshtë me titra që ta shikoni dhe nëse dëshironi mundet edhe ta porosisni. Sepse mua më pëlqeu. Seti i dytë. Është po ashtu nga Shein, por jo ngjyra e zezë, por ngjyra kafe. Thashë kisha 2 ngjyra, sepse kam plot stretche aty të tjera dhe bluza, por 2 sete do me thënë të ngjashme nuk i kisha dhe thash po i marr me që filluam palestrën. Është kjo pjesa lart, është po avërsisht si pjesa e parë, përveç se këtij detajit këtu, që kjo vjen thjesht si mëng dhe nuk e ka atë detaj këtu tek gishti. Kjo në fakt ishte në masën S, por më rri fiks si seti i zi që është në masën X. Sepse Shein me këto pjesët e masave, ndonjëherë do patur kujdes dhe do lexuar poshtë, unë gjithmonë lexoj review se çfarë kanë shkruar të tjerët, sepse me masa ndonjëherë është pak e vështirë, X-ja ndonjëherë të vjen shumë e ngushtë, ndonjëherë të vinë pak e madhe, varet domethënë gjithmonë nga rrobat. Këtu janë dhe stretchet, janë po të njëjta si të zezat, me këtë elastikun këtu dhe hapen, dhe prerja e thjesht, po njësoj. Këto ishin 2 blerjet që unë kam bërë për palestër dhe i kam përdorur, do t'i shikoni sepse edhe kam xhiruar. Deri tani këto ishin dhe blerjet, por kam bërë një porosim brëm, domethënë të mërkurën dhe nga Temu këtë herë, dhe besoj për 5 apo 8 ditë do të vinë, nuk e di nëse do jetë në këtë vlog, besoj se jo, sepse do zgjasin pak, por do t'ju tregoj në vlogun e ardhshëm. Në këtë vlog kam xhiruar dhe një ditë që kemi shkuar në Kassel, kjo ishte të dielën, por do t'i keni me pamje gjithçka që kam filmuar, aty do flas për mbi video që t'ju shpjegoj të gjitha detajet, po thjesht doja t'ua thoja më përpara që të qëndroni deri në fund dhe ta ndiqni videon. Deri sot këto ishin të reja që unë kam filmuar dhe xhiruar, se çfarë do kemi të reja apo çfarë do filmojmë tjetër dhe do shifemi përsëri. Bye!
Hello, këtu jam unë, këtu jam bërë gati për palestër dhe doja t'ju tregoja produktet që kemi marrë nga palestra. Është kjo çanta me emrin e firmës Extra Fit, është ky bidoni 500 ml me ujë që sapo e hapa modh në fytyrë, siç e shihni, nuk e di ndoshta nga presioni apo ka qenë mbyllur për një kohë të gjatë. Pastaj është ky peshqiri dhe ky me logon e firmës, është material shumë i mirë, lahet dhe thahet shumë shpejt. Po ashtu është dhe një byrzylyk që me atë hym tek palestra, por nuk e kam treguar. Kufjet normalisht nuk do mungojnë asnjëherë dhe kaq, bye. The last day goes, they spend and shrink. Memories blur faster than you think. A moment's forever, the next just a blink. And this the last day time we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. And this the last. Ne nisim gjithmonë me këtë pajisjen numër 1, që është kjo pista e vrapit për nxemje dhe pastaj vazhdojmë me ushtrimet e tjera. Këtu janë disa momente nga dita tjetër me outfitin tjetër që ju tregova pak më parë, këtë setin nga Shein dhe po ju lë pamjet. The last day goes, they spend and shrink. Memories blur faster than you think. Këto janë disa nga pamjet që unë kam filmuar se si duket nga brenda palestra. Është ndërthurur mes jeshiles dhe gris, ambienti është shumë i pastër siç e shihni, kjo është dhoma e ndërrimit dhe pak kam filmuar nga pjesa kryesore. Sot është e diel dhe moti siç e shihni është shi, por kjo nuk na ndaloi që të shkonim në Kassel. Kassel është një qytet shumë i bukur dhe ndodhet rreth 2 orë larg nga Wiesbaden, nga qyteti ku unë jetoj. Atje ndodhet një kështjell e bukur, Herkules quhet, dhe vendosëm ta vizitonim. Dhe ja ku jemi, kjo është kështjella e bukur që dëshiroja të vizitoja. Shikoni këto mure dhe arkitektur kaq e vjetër dhe me histori të veçantë. Do bëjmë një xhiro rreth e rrotull për të parë të gjithë kështjellën, që si mund ta quajmë këtë ndërtesën, dhe të kapim pamjet më të bukura. Këtu po ju lë disa nga fotot që ne bëm atje, por për më shumë foto dhe video më ndiqni në Instagram. Ky është vlogu dhe për këtë javë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, lini një like apo një subscribe. Deri herën tjetër, shifemi, shpresoj t'ja kaloni sa më mirë.